cilat janë kalikullimi për gjënë shpërbimin e legjit. Sot, nëse pengoni punën e punojësve të IKMT-s, për cilët dhe policia e shtetit është në mbështetjet e tyre, ju do të shënoni ligjërisht. Kështu që ju lutem, mos u bëni pengesë në mbarvajtjen e punës së tyre. Ne jemi në mbështetje të institucioneve të IKMT-s. Por çdo veprim të cilët ju do kundërshtoni, do mbani përgjegjësi ligjore. Më fal, do ta bëni. Ju lutem edhe një herë. Më fal, nuk pyet. Alo. Po patjetër. Se po thosin ne ju jeni në mbështetje këtyre. Ka në një përfaqësues nga shteti që është në mbron mbështetje popullin ne qyqarëve. Urdhro? Ne qyqarëve na mbështet njëri se ju mbështesni këta. Ha. Ne në pishna fshtet ne. Se po. Karta e Republikës së Shqipërisë. Po. Dakor? Po. Por sot jemi në mbështetje të institucioneve Kur e kemi rravën ne? Kur është ajo ju dita? jeni bërë me dije për lirimin e objektit. Në çfarë date? Objekti është liru bre, si mas ligjit uj. Me datë 17. Juve ju ka ardhur shkresa zyrtarie. Me datë 17 është zyrtarja. E kemi marrë masat, jemi gati. Na po kërnushtejmë për legën, nuk po kërnushtejmë se liru objekti. Pengesa në punën Ku e çut letrën? E ishin ndjeni ju që sa janë marrë Një lekët? pyetje tjetër, lutem. Ku e mu çut letrën ju? Në çfarë ku duhet, nuk do vrasësh ti mua. Urdhro? Nuk do vrasësh mua, ti se më do të Mua me të gjuhë sepse unë Jo, po, nuk po po. në mbështetje Bravo, të shumë mirë. zyrtarit Për dhe zotin Tash, na folën më keq tash herë. Po nëse, shumë mirë po flet. Tash do të gjesh pak se më shqyrë. ku keni punojësit? Hapin rrugën Vazhdoni. Ku janë makinat e Këto janë makinat e Dakor, do kaloj edhe një herë. Kush është pronari i mjetit? Do kalojnë nga Leo tani. Okej, faleminderit. Do të bëjmë gjëra të zete. Se kështu e dinë që e ke kollaj, tu na fut dajavën i dalin gjithë atje, nuk është problem. Mos flisni kështu. Mos flisni kështu ju lutem. M'fal, ti po flisje kështu po më mënyrë pak më kam edhe një pyetje tjetër. Të lutem edhe një herë. A mundem ta bëj një pyetje? Vazhdoni. Ah, jo, pyetje jo, vetëm do ja. Hapita, çfarë? Alo. Jo, çfarë makinë, nuk kemi makinë.